Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku lajmet më të fundit. Tashmë në këtë minutazh dua të ndaloj tek një dyshe që vërtet na japin dashuri, vërtet na japin energji të mirë, vërtet na japin pozitivitet dhe janë çifti më i dashur dhe çifti më pozitiv në fakt që e ka skena e Medjes Ros. Do ndaloj të flas për të mrekullueshmin Gimbon dhe për Selinën. Selina dhe Gimbo që pas përfundimit të Big Brotherit, në fakt që në Big Brother ato ka nisur një storje të bukur të dashurisë. Unë gjithmonë e kam besuar këtë storjen, gjithmonë kam qenë pro kësaj storjes, sepse kam parë vërtet emocion, kam parë vërtet harmoni dhe kam parë vërtet një energji që më ka shijuar pafund, më ka dhënë pafund adrenalin dhe sinqerisht e kam duar trokitur. Selina dhe Gimbo janë një çift që nuk merren shumë me rrjetet sociale, nuk merren shumë me komente, nuk merren shumë me të shiturit famën e tyre. Ato të dy thjesht po jetojnë atë gjën e bukur të cilën e ndërtuan, atë gjën e bukur të cilën e shijuan dhe po e jetojnë. Selina dhe Gimbo çdo ditë na falin adrenalin të bukur. Së fundmi Selina ka bërë një surprizë të bukur, do me thënë cili është momenti më kujtimi i jetës. Nëse njeriu ka krijuar në këtë botë diçka të bukur, është fotografia. Fotografitë të cilat ne i bëjmë dhe i ruajmë ato në zyrtarin ton të çmuar janë kujtimi më i bukur i jetës. Do të thënë fotografia është kujtimi më i bukur i jetës. Na dhuron emocion, na dhuron pozitivitet dhe na dhuron gjithmonë një nostalgji kur ne e shikojmë dhe na i kujton momentet. Këtë gjë kanë bërë Selina dhe Gimbo. Selina ka surprizuar Gimbon me një fotografi të bukur, ku në fakt ka bërë një mix të bukur fotografish të çiftit, ku në ato fotografi duke që mbizotron dashuria, ku në ato fotografi duke që mbizotron pozitiviteti dhe në ato fotografi duke që mbizotron energjia e mirë. Do me thënë, kanë falur vetëm energji të bukur. Çifti vazhdon çdo ditë që të dashuroj dhe më shumë. Çifti vazhdon çdo ditë duke na fal energji të mirë, duke na fal pozitivitet të mirë dhe duke na fal ëndra të bukura të dashurisë. Selina dhe Gimbo, ndryshe nga personazhet e tjerë, nuk është se u pozicionuan diku, nuk është se u radhitën diku, ato vendosën që t'i qëndrojnë besnik vetëm rrugtimit të tyre të bukur të dashurisë. Do me thënë, po e shijojnë një herë dashurinë, më pas për t'u marrë edhe me gjërat e tjera. Kjo surprizë me patjetër që mahniti Gimbon dhe i dhuroi vërtet Gimbos një mbështetje të madhe shpirtërore nga Selina.